edicioni 14 Universitetit Prishtinës do të filloj këtë vit me datën 7 korrik dhe do zgjas deri më 18 korrik. Përgatitjet kanë filluar qysh vitin e kaluar, qysh në tetor me 14 tetor patëm filluar me aplikimin e kurseve ku profesorë të ndryshëm, vendor dhe ndërkombëtar kanë pas mundësinë që të konkurojnë. Afati ka pas zgjat deri me datë 14 dhjetor dhe komisioni krijuar ENKës për përzgjedhjen e këtyre kurseve në fund të janarit ka bërë përzgjedhjen e gjithsej 19 kurseve të fushave të ndryshme. Kryesisht këto fusha kanë kurse që ofrojnë për studentët e fakultetit ekonomik, juridik, më pastaj është një nga kurset është edhe për fakultetin e arteve, kemi kurse nga lëmi mjekësisë, bujqësisë, shkencave të natyrës, por edhe nga lëmi gazetarisë. Afatin për aplikim e kemi filluar me datën 14 prill dhe ka qenë parashikuar që deri me datën 14 maj veç të përfundoj. Mirë po 2-3 ditë para se të përfundonte afati kemi marrë kërkesa ndryshme nga studentët tanë, po edhe nëpërmjet emailit për studentave ndërkombëtar që të shtyhej dhe kemi marrë parasysh këtë kërkesë dhe kemi bërë shtyrjen deri me 31 maj. Interesimi është jashtëzakonisht i madh i studentëve edhe për herë të parë këtë vit aplikimi bëhet online edhe për studentët tanë, po por edhe për studentët ndërkombëtar. Po përveç ligjëratave gjatë javës, gjatë ditëve domethënë të javës, do të ketë edhe si shtesë organizimi i workshopeve ndryshme. Këtë vit kemi 5 workshope, cilat do të mund t'i ndjekin domethënë studentët pjesëmarrës. Më pastaj do të kemi edhe forume ndryshme të cilat organizohen të paktën një javë për tema ndryshme, ku do të ftojnë personalitete ndryshme, ku do të marrin pjesë studentët vendor dhe ndërkombëtar, do të kenë mundësi diskutojnë, të ngrihen çështje ndryshme. Më pastaj do të ketë vizitën muzeun etnologjik. Gjatë fundjavës organizohen 2 kurse të ndryshme, destinacione ndryshme brenda Kosovës, gjitha domethënë do të jenë falas.